një udhëherësi i punishës, një mbikëqyrës, e ka të pamundur me mbikëqyr një punishte me 150 punëtorë. Jo, nuk ka absolut e ka të pamundshme se është, domthonë, veç ta kesh parasysh, ndërtohen 50.000 metra katror, ka 15-20 kate, domthonë kitë pamundur ti me përcjell punëtorin apo përdor pajisjet e sigurisë ajo. Si është e mundur një inxhinier me mbikëqyr, një inxhinier ndërtimi? Nëse ligji thot duhet me I pas, na nuk mundna me thonë s'kena boll. Dhe ne kur shpjegojmë për sigurinë punë thëmë është një disiplinë komplekse, se bëhet për shumë rrethonave. E përmendi certifikatën shëndetësore, ne që jemi më të shumë përpara kur kemi punësu, dokumenti I parë ka qenë post diplomës apo një që ke pa një zanat tonën, certifikatën e mjekut, edhe certifikatën që sinën e time. Edhe kjo flet shumë për një punëtor. Të dyja I kemi largu. Mund ta marrim një kriminal në punë, se s'dim të kaluar e tij, mund ta marrim një punëtor smut me keqja, me epilepsi mund të jetë. Edhe ai ka rrepsisht ndaluar me hyp lart. Edhe na ka ndodhur këtë rast para disa vite, që është konstatu që ka pas trashëgimi familjare, rrëzumi ati nuk ka qenë as skela, në pyetje as rrypi, po marramendja ati, lartësia, edhe nga epilepsia, kjo dhe mungesa e certifikatës shëndetësore. Këto du t'i kërkon shoqata apo punëdhënësit. Du më ndërlidhë ke puna e përgjegjësisë punëtorit. Pas parasysh, ne si shoqni normal për llogaritmi që ke vedia e ulët I sjellë që të rezultatet. Si mos respektimi I rregullat nga kompanitë, si mos respektimi I pajisjeve për siguri nga punëtorët, si mos respektimi I inspektoriatit I cili me qenë ma I rrept sigurisht ndaj këtyre masave që nuk zbatohen. Mirë po, pa plotësim ndryshimin e ligj. Unë ndoshta më me tingëllu pak keq sepse po insistoj gjatë kohës që punëtori më bë pjesë e përgjegjësisë. Një udhëherësi I punishës, një mbikëqyrës, e ka të pamundur me mbikëqyr një punishte me 150 punëtorë. Jo, nuk ka absolut e ka të pamundshme se është, domthonë, veç ta kesh parasysh, ndërtohen 50.000 metra katror, ka 15-20 kate, domthonë kitë pamundur ti me përcjell punëtorin apo përdor pajisjet e sigurisë ajo. Si është e mundur një inxhinier me mbikëqyr, një inxhinier ndërtimi? Jo, një inxhinier ka me këqyr një pozicion. Një pozicion nuk lëviz, punëtori lëviz. Ligji thot, pronari I biznesit duhet mu siguru me mbikëqyr, me sa vete bën ai. A e ka të mundshme, të pamundshme, a du të mi caktu 20 që jo rrimi kry. A një është përgjithësia e ti. Ligji thot, ti kemi caktu njerëz, të cilët kanë mi kontrollu krejt punëtorët ai kanë helmetat e vendosura. Në rast se nuk I kanë, ti dush mi nxjerr prej vendpunishtës. Kështu e ke po na për rrjetet sociale garojtos ku shihen punëtorët kapur me kran ose duke bërë skena, atë kjo është pse nuk I sheh vetë inxhinieri që është aty apo. Problemi zotë redaktor, problemi është vedia, edhe problemi është që na kemi rast konkret trafik. Në momentin që janë bën mosat më rigoroze, sot ka nisur ndryshu puna e trafikut. Veç po du me kuptu një element. Ne nuk kemi punëtor I cili ka vdek për shkak se ai nuk I ka respektuar rregullat. Ne po kemi shumicën e rasteve, po konstatohet që fajtori është punëdhënësi. Fajtori është siguria në vend punishte. Pra, na nuk mas pak të kemi nga vetë përgjegjësia e punëtorit. Minimale. Na nuk, sepse këto masa të cilat punëtori I ka, shtojnë për lëndimeve të lehta. Pra helmeta është shton ndoshta eventualisht prej ndaj tullë me tron kokë që është më e rrallë. Por në momentin ti kur e ke bërë objektin dhe nuk I ke vendosur skelat, dhe punëtori po të bjen prej naltit, tash kjo është problemi. Ose në momentin kur ty dheut shambët, sepse nuk I ke vendosur pilotat, këto nuk ka përgjegjësi punëtori. Kjo puna e skele, na kena vetë një lloj skele sipas ligjit. S'ka skele alternative. Çdo kona për Evropë ka skele alternative. Na kemi skelet që realisht nuk ka sasi të mjaftueshme që ti me mbulu këtë sektorin e ndërtimit. Domthon ligji, po kjo është problemi, domthon, unë po them plotësim ndryshimin ligj. Nuk mujna, dëgjom, nëse ligji thot duhet me I pas
Na nuk mujna me thonë s'kena boll. Smaran zotni. Pavarësisht, këtë është në rregull. Unë po jap një shqetësim që thjesht kjo mos me qenë një fushat, një javore, 2 javore, po na si shoqëni mu vedisu se na bë shumë kritik ndaj gjërave edhe pa kontribut shoqëni. Kemi arsye më rëzëtni me konkretik 620 incidente jo. Dëgjoj veç një